Në një qoshe të qetë të oborrit, larg zhurmës së zakonshme të shtëpisë, Eduard Kuçi u pa duke zhvilluar një bisedë të sinqertë me Ibro Delin dhe Ardit Stafajn. Ishte një nga ato momente të ralla, ku djem të shfaqe më shumë si miq të vërtetë se sa si konkurrent. Dhe Edi zakonisht i rezervuar, i qetë, bosh me fjalë, papritur nisi të hapte zemrën. Duke folur për Dolcen, ai pranoi se po përjeton diçka që nuk e kishte provuar më parë. Ai po e humbte atë ftohtësinë që e kishte karakterizuar gjithmonë në raport me vajzat. Madje, me një buzëqeshje të lehtë dhe sy që i shkëlqenin, pranoi diçka që i habiti të dy shokët. Unë më i ftohtë se të gjithë kam qenë sa i përket femrave. Pik ndjenja s'kam treguar deri tani. Nuk e kuptoj çfarë po ndodh me mua, tha ai. Paksa në ajër, si njeri që për herë të parë po pranonte se dikush ja kishte lëvizur botën nga vendi. E më pas, erdhi edhe fjalia që i bëri të qeshnin, por edhe të kuptonin thellësinë e asaj që po ndjente. Me ardh dikush që ta ndryshon edhe qarkullimin e gjakut, shtoi Edi, duke lënë pezull një të vërtet të madhe. Dolce e kishte prekur në një pikë ku ai nuk e mendonte se kishte mbrojtje. Por mes gjithë kësaj butësie, një parandjenje nuk po e linte rehat. Ai është pothuaj i bindur që Dolce nuk është larguar plotësisht nga shtëpia e famshme. Kam një ndjesi që ajo është ende afër te shtëpia kapsule ndoshta. Diçka më thot se nuk ka ikur, u shpreh ai, me një lloj shprese që mezi fshihej. Ndërkohë jashtë shtëpisë, skenari është krejt tjetër. Dolce pritet të hyjë sonte e hënë në Grande Fratello për rreth një javë, një lëvizje që pritet të trazojë jo vetëm Edi Kuçin, por gjithë dinamikën e lojës. Nëse parashikimet e Edit dalin të vërteta, atëherë nata e sotme mund të sjellë jo vetëm surpriza, por edhe një takim që mund t'i ndezë ndjenjat edhe më fort. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.